Përshëndetje nga kuzhina Nirit, sot kam vendosur të përgatitem një ushqim të shpejt që e duam të gjithë, po ashtu nuk ju merr shumë kohë, sidomos ju që s'keni edhe shumë kohë për me nejt në kuzhinë. Krejt që kanë nevojitin prej përbërës janë 500 gram makarona i komëzi me ujë, nxehtë edhe një lugë të mesme plot me vegetë. I kom kollu langun e makaronave, ujin për ndryshe 500 ml kom qitë në një bakall. Për përgatitjen e sosit, nevojitin 700 ml me qumësht të ftoftë, 3 lugë gjellës buter për ndryshe gjalp, 150 gram me djathë kaçkavall, një lugë të mesme hudhër blume, gjys lugë të çajit biber zi, një lugë të mesme kurkuma pra, një lugë të mesme jo plot biber të kuq, gjys lugë të çajit me muskat. Aja me mesa edhe 2 lugë të gjellës me miell. Bismillah, fillojna me përgatitjen e sosit me njëherë. E lëshojna edhe shporetin. Në një tenxhere tash hedhim pra 3 lugë të gjellës me buter të ndryshe gjatë. Shtojna me njëherë 2 lugë të gjellës me miell. Një tavë super e shishme në furrë të shporetit me makarona që kam ju knosh të gjithë familjarëve. Tash marrë 150 gram me djathë kaçkavall, 700 ml qumësht të ftoftë, 500 ml ujë të makaronave që i kemi zipra, si dhe gjitha melmesat që i përmenda në fillim të videos. I përzina të gjitha së bashku. E përzina pra sosin derisa të fillon me të rashqet mërval. Furrën e kom çuar temperaturë 200 gradë që t'jetë e nxehtë. Marrim një tavë edhe hedhim makaronat që i kemi zipur. E shifni edhe sosi pra ka normal edhe e ka fitu atë rashësim që neve na duhet. Tash e nalim edhe shporetin. Sosi është gati, një shije të mrekullueshme ka aromë tepër të këndshme. E nalim pra edhe shporetin. Tash morëm edhe sosin edhe jo qesim makaronave pra në tavë. Të gjithë sosin pra e kemi qitë në tavë. E përzina tash makaronat edhe morëm prap djathë kaçkavall edhe jo qesim përmi. Me njëherë mandej e fusim tavën në furrën e nxehtë. Hedhim pra edhe djathën kaçkavall ose mozzarella, cilat të qëllon. Edhe tavën e kemi hek me makarona prej furrës, e kemi lënë pranë temperaturë 200 gradë për 20 minuta. Një super tavë që kam ju knoq, kremoze dhe shumë e shishme, një sallatë omash edhe na bëft mirë neve, ju e po ashtu nëse përgatitni një ushqim i lehtë, i shpejt edhe shumë i shishëm. Faleminderit për krahun që ma bëni, komente të bukura. E deri në recetën e radhës nga kuzhina Nirit, ju them miru po fshi.